Juli, hajde në skem. Hemuj, Zero se je në shtëpi dhe nuk je duke bërë asnjë gjë. Qa është ajo me? Je në shtëpi dhe s'po bën asgjë, por je ashtu. Dhe të vjen Egi me Andrea në shtëpi. Ja, i sekund se. Erdhe një 3 vjetë. Atëherë, Andrea. Tu be vlaj. Ti ke një sëmundje të rrallë, Andrea, dhe do e kalosh gjithë jetën në shpinën e shokut. Po të cikën këmbët në tokë. Mire kalova, unë si Gomarove ti. Ke letrën e doktorit në veti që e shpjegon Lema si Gomarove, po tash. Ky ka i problem të motorit thotë. Çka kam? Po të pom dëshove, vdes. Jo më jo. Me sekonda. Ta trapin këtu me ty po. Jo mordita jo nuk tallem, por as më tha doktori jo. Doktori. Po ja, më e kalon me letër. Ja, sekond, ja se do ta shoh. Delet sipër të i majt. E shkon që s'po tallem. Më çfarë thotë? Po çash? Ky shkrim doktorash Allah, që latinisht s'marr vesh gjë. Shiko si thot, shiko. Nos, vesharos. Mos shkel për dhe thot më ti. Po pra, nos, shkelos, perdes. Perdeos. Po le perdeosin të bën vaj, po një moj çik po bën. Se vdesos. Dhe pas ka një diagnostë të merr, po çan ndjen mo Andrea, çan ndjen? Mua më tha doktori, po preka për dhe vdes. Po çfarë simptoma shkemar vlla? Po mos më Po çfarë simptoma më kruaj barku më deta dhe më merreshin mend vdiqa. Truhet barku, Më kruaj barku dhe më merreshin nga mend. brenda. Po si e kruaj? i kryet barkun për shtyn kokën. E mi mbaj. Ku të përshtyj më iki se emocion për Si s'të lash me E vdek. mi mbaj edhe çik mbaj. Mos e lësho se s'dua vdekje shtëpi. Po të bë vllaj plak. Hajde një moj çik. Hajde maj çik të bë vllaj. Hype këtu, hype se e marron, hype. Juli, avash jo për dhe iki. E mora e pra Juli, ti e ke zemrën shumë të madhe dhe s'do e lësh të vdesë, apo jo? Të ma shoku ty, po pse? Florie. Vogël, po ka shiri derri ky lale. Jo. Si ka shiri derri, ndjeve të shiri. Sa peshon plak. O lale! A më thash plak. Po çfarë më të shtit po ti? Su të shtit o burr. Po ku diun se çfarë ma ande unda më. Eki pa merak se e ma shoku, pa merak fare. Mos ma shoku. O plak. Çfarë ka? Po e lëshove një ersekse? Po jo më nuk i kam fajet unë më dita, i ka fajet ky që më dha fasule për drek më Po dita. tjo debil, groshi e për drek, tjo. Më qa deshe ti Arakos deshe ti më. Qa deshe? Shana gjithë. O të hongër të hongër! O të teksh më së të... O më së zonë O të hongër të dreqit! O më të lëshoj unë i të vdes vaj. Po si të vdes, po s'po të lëshojma, po ti po... Jo. O plak, që i të bëmër, vlaqë. Visian, Shtimër burë. radha jote, ti e kampionin ndërkombëtar i gjërave të O vështira. Visian! O mos të shti bëmër! O Visian, hajde pak, hajde. Hajde një moj qik të bërë, hajde të shkej situata. Qajnë të bë burë, vla. A do me vu basi... A do me vu basi se ma do të Andrea. Po flisim me Bobin, ndërkombëtar të majtjes njerëzve kurriz plak. Hajde, ma e qik të... Bobi! Shkoj qik të Visiani, shkoj qik të Visiani. Hajde ke Bobi. O, vdekshi shalla, mos arrit. O, avash, qetëso se qetëso plak. Andrea, De, mos u tun, o pa pritur ty të shkohet në tualet. Ky njerëz duhet ishte bërë. O Visian, më vjet në tualet, më shkohet në tualet. Visian, qoj qik. Unë jam Bobi i çuarjes njerëzve në banjë, o plak. Je Flori Visian, amon, të bo vllai, një çik. Ej, ma e mire, mos preki poshtë. A ke të hodhin atë trashën? Jo tollin, lale, jo tollin. Unë jam Po e ke grave Bobi se ma erdë i mirë. bërjes së hollit. Avash. Hape derën. Me avash. Op. Me avash se s'duat të vdesë një shpi. Me avash. Një sekondë burr ta Se mos e fusi. ve krato. Kështu mbrapsh, ec më Visian. Ama fute se lëshoj në kërë në bambang tush e lëshoj. Qa në do me smunë një shpëdalit. Me qa jep groshën ti me lënd toksike, ja jepe? Qa ti ipsha plako. Na helmoj mu. Qa ti ipsha karkaleca detje. Grosh më shumë i ka. Ullu mër karkalit. O idiot, na lagje! Mbaroj, ja. O trap, po jo se mlake pantolona por. Tundu. Po jo pantolona. Jo, tundu. Po ikë. Mos e lësho! Një sekond ta shkudim çik. Hop. Ço. Ha, Andrea, ke njeri me ranë. Ço zbrit. O, kut. Po Mos e lësho, mos e se pravi. O, në vdi shpo! Mo Visiano. E mund drejtësi. Më çarka. Mirë mo. E mos e shaka po beja po tallesh ai çikën, mos tallesh sa çikën. O ti leken. Bërë me shturë të talësh. Po. O, vdekshi. Eliona,
Qash U infektove dhe ti mu duket, të merren mend dhe të kryhet stomaku, po të ndihmojnë Nuk e di më çunat. plak, sinqerisht. Igër e drejt. Igër e drejt, që do të hynë... O quna, Ha, nuk jam mirë fare. ha. Po merren mend, po më kryet stomaku. Dale. Hyp, s'ka gjë, po hajt. O Leona. Hyp të unë, hajt, prit. O Leona. Gjithë ku do hypësh tash. Hajde, Leona. Eki, kene alternativ të fort. Ka 3 mundësi zgjedhje. Qa po thu se po të marrë vesh? Ti ke takova Andrea rrugës. Po më përshëndetaj për qa fo? Është sëmundjen gjithse, nuk lejohet me prek në tokë se vdes direkt sekonde, kupto? Prandaj të kryhet Je stomaku. smur, me vajzë. Ha, je smur. Edhe? Edhe Edhe po s'lejohet të prapë hypë me me tokë, edhe. vdesësh apo? Hajt majun, se jam i fort për këto raste. Qa mati më unë jam Bobi dërgëmtari majtës. Majun nuk ka problem. Hajt. Do hypesh diku nga këto 3 autobusat zgjidh. Çuna, po qetësoni, se unë e di këtë problem dhe e di këtë sëmundje se ka vite që e kam. Prandaj vesh taka unë. S'jam tokë. Ti je smurmi. O shoqë je smur, me vajzë. Shiko, ti je shumë smur plaku. Hip aty edhe hec mo. Hip atje. Ti je smur. Hyp. Ti je smur. Hyp. Hajde. Hajde hyp ke xhaxhi bëj tranzit në Athinë. Hajde. Of ky me transit. Ashtu, maj, Leon. Çoj, Leon. Ha, mi goc, daj e meja, do mi hypa jo, ha? A vash se e mu shejtani plak. Ha, përshëndete pa mirës. E mban dot. Dhe ta qojmë banjo. Jo banjo. Andej. Sa më çardini ka. Po. Oh, Julian! Pasove mua! Burçuna. Tuneli Elbasanit. Falë, shikaj me syze djeli, plak. O plak, dielli fort. Plak, ha? Shkëlqim, Hiç. Hiç. Ike këto. Hajt, mirë pafshim. Mbaj erun nga që më bëri qishte, jo. Vjol. Çuna, dilni jashtë çuna. Kjo vetëm për anëtir jashtë. Kjo vetëm për anëtir jashtë, më plak. Hajde çuna. Më falë, mirë i ke marrëdhënë me të shpisë që të ka të bënë emrin Vjol? Jo, si jetojmë bashk. Stasha jeton me bashkë, e ka mirë marrëdhëniet me shpisë. Flasim shpeshherë. Mirë, Albano, hajde. E kemi situatën pak më të dhemshur, Albano. Ti je një gjyshje nga ata të mirët. Qa jam? Je gjyshje nga ata të mirët, si gjithë gjyshërit në fund. Gjyshi mirun? Dhe fëmijët i sjellin shumë shpesh fëmijët e tyre për anë për dëmbesat i mban ti. Po je nga ata gjyshërit e mirë që tregojnë historira, që i vënë për dëmbesat. Sjellin te gjyshi? Po. Me thënë fëmijët e mi sjellin fëmijët e tyre ti mbaj unë. Atëherë Albano. Ti je një gjyshi dhemsur, por shpesh fëmijët e tu të shfrytëzojnë të shfrytëzojnë për da, duhet i lën fëmijët aty. Sidoqoftë ti detyrën tënde të gjyshit e bën shumë. Po kur t'japin mend këta niprit për shembull, po bollo gjyshe ku ditë, s'di unë, po unë gjyshen Niprit mbesat e gjyshit, hajde. Gjyshi! po shpirtra të gjyshit. Hajde. Ti ki le të gjyshi, arnoma të gjyshi. O gjyshi, kam bler një pal vesh, shikoj se të bukura që i kam bler. Oh, bravo, i kanë. Ka bler 20 o gjyshi. Hajde, gjyshi. e mençura e gjyshit. Cici, Hajde, e mençura e gjyshit. I ke pink. Gjyshi si e? Hajde, i mençura e gjyshit. O gjyshi, mirë ti qenë. Po babi çu bë? Po iku. Po ikën ato, rasohen dhe këtu që të me ty dhe hikëm. Serdën fare lart, Jo, babi jo nuk erdi. Po mami ju ajo. Jo, edhe mami iku, tha, kam punë, po, Kishte punë, shkoni te gjyshi. gjyshi ju, edhe s'ka vi më vonë unë. Ju ngecën këtu te unë domethënë. O gjyshi, po ne vi me shumë dashurit e ti gjyshi, se ti je një gjyshi mirë. I ke flokët i qik të çuditshme, po je një gjyshi mirë. A moj, ka të çuditshme. I ka shumë gjyshi gjyshi sa i madh je. O, jam i madh, jam dekolltu ku im dashim mos të çojnë në depo gjyshit, u mbylli me Chelsea. Ha, do zotin alë mami dhe babi Do vonojnë shumë. Gjithë muajin këtu në alë. Shumë. Babi tha, do vënohet. Babi thatë që do iki se kishte një Po punë. mami ajo. Do shkonte në parukeri, do shumë flokët. Po bes mori mua jo. Me shëndet mirë kanë qenë se s'mapin as telefonin. Mirë kanë qenë. Kanë kërkoj në leku, s'u kërkoj lek thuaj kur të veni në shtëpi. Kam pensionin tim. Po jo mo gjyshi. Kam nevojë. Ata të duan Mi dha mua lekë. Duan më do kaputën e bythja e shose, po vin ditë për Do ditë. duan o gjyshi se babi ditë për ditë sa herë që na sill ne na pyet, "Ha, mirë ishte gjyshi mirë i themi ne." Kaq, po. Ja, interesohet ai për ty. Ashtu, e? Po. Mami, jo vetëm pyetja ishte mirë, tha, po si ka kaluar?
Kjo, ajo më e dija që më ka dashur shumë ajo. Maja juaj gjithmonë. Halla e këtyre. Ajo, shkeqi qesh, mo. Këto fëmijët e hallës janë si debila qeshin kot. Që të dy janë, kot fare janë. Që ti e kot fare. A më Juli, ti s'bën like Facebook. Priti, se mua më hajt. Dëgjoj njerë. Ta e të buk dëgjoj njerë. Që mos të heq shapkën unë si herën e fundit e t'ju vdes në dru. Me rast të folura. Dakor? Ju ka gjyshi shpirt, ju ka zog gjërë të vegjil të gjithë, ju du shumë, ju kam asirë nuk zjedhë do të këdua më shumë, ju duat katërt dhe njësoj. Ti e gjyshi më mirë që kemi. Bravo, por, që mos të heq shapkën unë, mos na çani bythën. Mirë gjyshi, mirë. Gjyshi. Ti e gjyshi më mirë që kemi ne. Faleminderit. S'kemi tjetër ti ke vetëm. Faleminderit. Doni në gjë për të ngrënë? Po, unë thash mua më hajt buk. Çfarë na ke bërë gjyshi? Po kam vënë që dje fasulet që sa u zbutën, çike i kam bërë tani me pastërmaj. Jo, gjyshi, unë dua bukë me çoko krem. Hami groshat të bësh shumë porda? Po, si Po na shojnë Po klas. krem të keqen gjyshi, nuk kam se e marr nga ajo me 2 ngjyra, e kam ngrënë vetëm të kaftën nga ngelet më kjo e bardha këtej. Jo, nuk e dua. O gjyshi, a do na tregosh një nga ato historitë tua për shembull, si u zhdukën ose kush i zhduku dinosaurët? Po. Kush i zhduku dinosaurët, ë? Është histori e bukur kjo, se tregon gjyshi ku janë zhduk dinosaurët. Aty kam qenë unë, aty kam qenë. I qenë vetë aty gjyshi? Po atë ditë që u zhdukën, aty kam qenë. Aty dhe ka qenë ditë e njëjtë ka qenë. U zhdukën dinosaurët. Kam qenë me këta me Fred Qimen, me Noken e Lumes dhe me Rizat Qerin, me këta shokët e mi. Edhe si i zhdukët juve? Po i zhdukën mo të keqen gjyshi tash se dinosaurët ju kishte ikur pordha. Po bënin. Po do të Sali Berisha ishte aty? Sali Berisha ishte, kemi pas komandant Sali Berisha. Sali Berisha kemi pas komandant, Sali Berisha ka qenë nga këta që kërcen ju, ka qenë notjar, qa ka qenë? Edhe na lozim kalqetone me gjyshin aty, me shokët, me dinosaurët, ne do me thënë lagja jonë me lagjen e dinosaurëve. Filluan bënin hile ata. Po qash kjo punova? Na këshim bërë 2 metra portën neve, ata, e 2 metra dhe portën e tyre. Tani 2 metra portën që e Rizat Qeri. Rizat Qeri kështë e këmët fukarajsh edhe që këshu, që rakitik me rakitizm. I duke i porta si ato këmë të urës e i fel, ka që madhe. Dhe ata kishin një T-Rex në portë. Qa është kjo gjyshi? T-Rex ishë njëri i ka bythësit mamas tënde, do me thënë, nga kaq të mdaja. Është i shëndosh. Edhe o mërzitëm, neve nga kam në portjerë shëndosh dhe sa nga lë. Edhe pyesim njërin, ore, si vriten dinosaurët, vriten nga atë ftotët, nga akulli, nga akunar, nga këto, e mirë. Ne i ta marrë kondicionerin, e montuam mbrapsh, që mos bënde ngrotë, bënde ftot, e ftohëm lagjen, e vdishen gjithë ditë e njëte ka që në mbajmë. Grin, do me thënë, ha? Po mirë, po juve me qëfar jetuat atëherë? Ne jetoni me konserva, ndërsa për të pasur ngrotë, nga që ishim vetëm 5 çuna, O gjyshi. losni futboll. O gjyshi me le, o gjyshi, po neve e kemi mësuar në shkollë që dinosaurët kanë vdekur për para 75 milion vitesh. I sa vjetë që jem o gjyshi? Pash, unë jam 81 fare. Milione? Po milionë, qa, milion. Po qa që Sali Berisha sa vjetë që ishte atëherë? Sa bisha 150 miliard vjeç. Po pse se ke vënë reti që ndjesi tje për del televizor, sigur ka qenë aty përjetësisht, s'ka ikur kur. From the beginning of the time. O gjysh, Për para kohës së Gandalfit dhe The Lord of the Rings ka dalë ky njerë. o gjysh, po me ato turqit ke luftuar ti? Qa kanë ata? Turqit e muti, qa kanë ata? Jo, a ke Turqit kemi luftuar si burrat e shikon shenjën këtu, se kam të qarën këtu. S'ke fare mo gjysh. S'ke... Nuk e Pikërisht, se më tha Sultan Murati do të çaj me shpaca. Naj, tash i funda. Sa i bërë Do të dërgoj si imposhtëm turqit. Ha, që Po. A doni t'ja u tregoj? Po! A mora, doni? Po! Prita dhe që në bajnë, 2 sekundë. Bëj shaka. Atere, isha unë, me Noken e Qimes, me Fred Qeri, me Riza, me asaj. Po dhe këta pas kanë qenë gjithandej gjysh. Po. Edhe. Po Xhaxhi Edi Rama ka qenë aty? Ka qenë. Ka qenë kemi pas komandante Edi Rama. Po ai është i fort shumë, ai Erion Braçe është... Jo, atë e mbanim super. E dërgonin na blende cigare dyre që ku lodheshim nga lufta. Po ne kemi mësuar që komandanti shqiptar ka qenë në Skënderbeu, o gjysh. Po pra. Ka qenë shpirti i gjyshit. Po prandaj sistemi ka marrë fund jo reforma drejtësisë, se ja mësojnë të gjitha, dëgjoj vllai, dëgjoj gjyshin. Dëgjoni gjyshin, hajde. Po. Në 1456-ën, Skënderbeu ishte komandanti. Po. Kur u mblodhën aty në Lezhë, Besli dhe Lezhës, Meta doli veç.
Ja hoqi votat dhe ky humbi zgjedhjet. Meta kaloi koalicion me Ramën dhe bëri qeverin Rama. U përpoq ky me këta deputetët tek që janë këta demokristianët nga veriu, nart ndokën lek duka gjinin, këta s'bënin vota ata, s'kishin ata. E kupton? Dhe Ilir Meta që atëre ka qenë ky që stop që u fut koalicion me këta dhe ja futën Skënderbeu të shkret. Ja futën Skënderbeu të shkret. O gjyshi, po, është e vërtet që ky Edi Rama e kishte shpatën shumë të madhe? Kjo, mendjet e shpata ka kjo. Unë mendoj që ajo është legjend. Ekziston një fotografi, po se kemi s'duket qartë. Për shpatën e Ramës. Pastaj s'është të nda kesh shumë të madhe. Mund ta kesh të vogël, po ti jesh teknik. Po mirë. Ti jesh Ronaldinho kështu. Po mirë, po ishte kështu atëherë si e fitoi luftën ai? Kush oj? Ai, dëgjoj mua. Një sekond se s'ju marr vesh. Edhe një herë. Po. Me zgjuarësi e Kush more? Turqit e udhëhequr nga Sultanë Berisha, ngritën çadrën përpara kalasë Skënderbeu, përpara kalasë Kryq ngritën çadër turqit. Po. Edi Rama hapi fjalë se ai ishte Skënderbeu vet. Njëte ky. Po. Sepse kishte frikë se mos i dilte Meta nga koalicioni. Kështu mos shtë të thema, e kupton. U shkarkoi 4 para luftës shkarkoi 4 generale ai. Shkarkoi Sajmir Betairin e hoqi nga. E kishte kështu. E dëgjoj, gjyshi di shumë kështu nga politika, po gjyshi stregon, gjyshi gjithë jetën ka ulur kokën, ka par punën e vet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dashnore, orgjia aty. S'ka bërë gjyshi kështu. O gjysh, po këto piramidat, kush i ndërtoi këto? Piramidat e aty kemi qenë, ditë e njëjtë ka qenë kur i ndërtuan. O gjyshi, piramidat e Egjiptit. E moj të Egjiptit që të kujtoj, mamas tënde? Ato pra të Keopsit, të Kleopatrës, stop, trego mua portit tash. Ne kemi qenë atje, ka qenë ditë e njëjtë Po çaxhi Ilir Meta ka qenë te piramidat. Ka qenë. Dhe ai ka qenë, Ilir Meta. O gjyshi. Ilir Meta bëri koalicion me Ramsesin, që ka qenë faraon atëre. Se si bën dhe do të vetëm votat ai Mojsiu, se ka qenë dhe ata atëre. Edhe një herë tani dëgjoj mua. Po gjysh, po këto aty ka pas kur të mëdhej, ku si lëviz. Kur të mëdhenj të piramidave i lëvizin alienët. Po kemi qenë aty kur eran alienët, ditë e njëjtë ka qenë. Erdhën se u prish anija kozmike si solli dot, erdhën me Urban, që nga Nili deri në Kairo. O gjyshi, po këtë Kleopatrën që përmende, njihje ti? Ti e prind njëri prej fëmijëve dhe e gjithmonë shumë i zënë. Nuk e ka për babai. Eliona! Nuk e njifja, po të them vetëm kaq, nuk ka pas pikë celuliti, si femër. Eliona! Visjan! Erdi babi. Hajde kalamaja se do hikim! Gjysh, erdi babi. Po foli më të vi brenda ai zëndrim vëlla. Hajde brenda sa ta bëj. O va! Vetëm se e dini vet pastaj. Pse s'vini brenda, thotë. Hajde brenda sa të gjyta ku që gjyshi. Vetëm se e dini vet pastaj, Po atë bësh fëmijëve ti, do ju marrë së keqen fëmijëve ti ore. Janë fëmijët e gocës time ata ore. O gjyshi. Ti tregon gjithmonë histori shumë të bukura gjyshi. Ti moj di. Edhe dëgjoj, tash ti Të dashur, hë? U erdi bab. O Astrid, hajde lart. Astrid. O Julian! erdi babi. O ti. O gjysh miru pafshi. Hajde lart, pa kutoja të tat po ajo. Jo, se do ikim. Po hajde more se ke 6 muaj, po Astrid. Falat. E di si shpuna, po u plake, nuk të pjerdh me njëri. Po këta të rinjt, nuk duhet të haroj një gjë. Prindrit, do me thënë gjyshrit në këtë rast, se sa lash mushu shumë me goca me çuna të reja që shumë shpejt mund të bëjmë prindër të rinj, dash zotit të shumojnë të gjithë. Prindrit nuk janë dado pa pagesë. Nuk mund t'i përdorim vetëm për t'u ngecur fëmijët e për të bërë punrat më të vështira. Vetëm një fjalë duan. Një fjalë, një përqafim që herë pas here t'u tregojmë që i duam dhe ne i kërkojmë. Sa për këta fëmijët e mi, këta s'duhet të harrojnë që unë ashtu maman e këtyre, kupton se fëmijët e mia. Kështu që do i kërkoja një falenderim nga zemra për gjithë prindrit e lëm vetëm që nuk i pjet njeri. Edhe ne kemi një duar përgjithje për të gjithë. Faleminderit. Mirë, shkëputem vetëm për pak publicitet, nëse largoni, kemi sërish.